ashtu si që përmend na kanë shënjestruar për shumë vitesh. Sigurisht justifikohen me kampën e Manzës, por më shumë duhet të futin në frymën antisemite. E kanë këtë një qëllim në vetvete, e kanë pasur që nga lufta e Kosovës. Ju e në bani mend, edhe porosie veçantë në atë kohë, profesor Milo, në atë kohë ministri i jashtëm, e ka thënë që janë kontaktuar nga ana e shërbimeve sekrete amerikane dhe ju ushtën asnjë lloj ndihme nga Irani. Ndërkohë që këtë gabim e bëri Bosnjë-Hercegovina në atë kohë, që bashkëpunoi, Shqipëria nuk lejoi që të bëjë. Sepse do ishte e vuan sot e kësaj dite, sepse do ishte nën tutelën dhe hegemoninë e ndikimin e vazhdueshëm të këtyre. Dhe ndoshta në këtë kuadër që reagimi i veteranëve tuçkor sot, ëh? Dhe po pra, dhe këta nuk na kanë falur që në atë kohë. Për zënjen që u bëm, pra zbimin mbrapsht të elementeve dhe të avionëve që erdhen me armë nga Irani për të drejtuar për në Kosovë. I kemi kthyer mbrapsht në aeroport. Dhe pastaj fillojmë me mujahedinët, meku të Manzës, dhe pastaj me sulmet kibernetike që na erdhën në 2022. Të gjitha këto janë pjesë e vazhdueshme e një skenari kundër Shqipërisë. A ndikojnë këto në protest? Në mënyrë indirekte po, drejt për drejt, tek turmat, ata njerëz jo, absolutisht. Këta ndikojnë ndërkombëtarisht. Ju e përmendët shumë mirë rastet. Por çfarë po bëjnë? Po bëjnë që ty po të vinë sulme proxy, që këta i paguajnë, bëhen në Bangladesh dhe vinë dhe pastaj përhapen, publikohen të gjitha rrjetet. Punishte e trosave ke edhe në Maqedoninë e Veriut, a? Po pra, po 2-3 faqe kryesore. 2-3 faqe kryesore, Iran War dhe këto i kenë Bangladesh dhe paguhen për dezinformacion. Ti ke pardje një nga televizionet kombëtare ndark sa po foli për Iranin, si ndikim malinj për shumë vitesh, dhe për të dezinformuar, e për të futur frymë antisemite, Jared Kushner kanë nxjerrë video që shqiptarët shkojnë në Sazan, video të manipuluara. Jo, e kemi video, e keni të një kronika, e keni video ku tregohet sikur është e gjithë pedon lungomarrja e Vlorës. Jo vetëm aq, po ka një video tjetër. Po, është spektakolar, gjithë lungomarrja e Vlorës është me mbushur me njerëz. Në Sazan që nga ushtarët izraelit që e kanë pushtuar dhe shqiptarët po shkojnë të nxjerrin nga kazerma, ata duke i rrahur, e ke video. Aty vetëm gjarpika. E kanë bërë ditën e parë, aty s'ka asnjëri. Fara, zero njëri. Dhe çka ka ndodhur? Sa po përmend kjo në një televizion kombëtar pardje, për një orë 1500 komente negative ndaj personave që folën, mua dhe një tjetër. 1500, nuk ishte bërë rekord. U sulmua pra faqet e këtij televizioni kombëtar në mënyrë të jashtëzakonshme, aq sa u tha për herë të parë që ne do bllokojmë alternativën e komenteve se nuk po ja dalim dot më.